Qeveria e Edi Ramës nuk vendos gjoba vetëm kur konstaton shkelje të ligjit, ajo i ka planifikuar ato si zë të veçantë të ardhurave paraprake në buxhetin vjetor. Burime brenda Ministrisë së Financave konfirmojnë për pamfleti se në projekt buxhetin e vitit 2025 parashikohet një taks suplementare de facto me vlerë rreth 20 milionë euro që pritet të vijë nga gjoba të detyrueshme ndaj qytetarëve dhe bizneseve. Si shkelet ligji për buxhetin. Ligji përcakton se gjobat mund të regjistrohen si të ardhura buxhetore vetëm pasi forma e tyre bëhet e prerë, ose me pranimin nga i ndëshkuari, ose me vendim gjykate. Sipas një urdhri informal të kryeministrit Bablokut, ky parim anashkalohet. Vlera e gjobave planifikohet paraprakisht dhe miratohet çdo vit, duke u shpërndarë si objektiv për ministrit, agjensitë, bashkitë e drejtoritë vartëse. Mekanizmi i zbatimit që për janarit 2025 institucionet të ndryshme, nga policia dhe tatimet e KKU, doganat, OSHE, ujësiellësat dhe policit bashkiake, kanë plan editor, javore, mujor për gjoba. Lista përfshin kontrollor të ushqimit, barnave, hidrokarbureve, pyjeve, mjedisit, inspektor të transportit, porteve detare, shëndetësisë, veterinarisë e të tjerë. Presionin mbi qytetarët dhe bizneset. OSHE, ujësiellësat, tatimet apo drejtoria e barnave ekzekutojnë gjobat me masa paralizuese si ndërprerjet e energjisë ose furnizimit me ujë, bllokim mjetesh transporti, pezullim aktiviteti biznesi, shpesh pa respektuar afatet dhe procedurat ligjore të ankimimit, rritje artificiale e vlerës së gjobave. Për të mbushur arkat, qeveria ka ndryshuar 2 herë ligjin, duke rritur me 50% deri në 2 fish vlerën e 80% të gjobave ekzistuese. Planifikimi financiar bëhet paraprakisht. Gjobat përfshihen si të ardhura, megjithse realisht përbën një detyresë jo ligjore ndaj buxhetit. Fshehja në zërat fiskal. Në projekt buxhet kjo shumë nuk figuron si kapitull më vete. Ajo maskohet brenda kategorisë tarifa dhe detyrime fiskale, si të ishte ardhur e zakonshme qendrore apo lokale. Në fakt bëhet fjalë për një zhvatje të paramenduar, një burim parash që vjen jo nga taksa të miratuara me konsensus, por nga penalitetet të planifikuara paraprakisht.